Vite të krijimit të saj ka treguar për jeshmëri në misionin e saj në pasurimin me dëshmi dhe fakte të historisë së popullit në latërsimin e identitetit tonë kombëtar. Kjo akademi me punë e anëtarëve dhe përkushtimin e drejtuesve të saj është bërë e njohur në mbar trojën shqiptare. Kërkimet e saj shkencore në fushë të historisë dhe etnografisë e ka lartësuar atë në mbar opinionin shkencor dhe atë publik. Po lexoj pjesërisht, këtë punë Akademia Rrinë Tona ka sjellë para shqiptarëve ngjarje që janë pika kulmore në historinë e shqiptarëve. Ja vendosën në fokus të shqiptarëve ngjarje që kanë përcaktuar identitetin e shqiptarëve. Akademia jonë nuk ka qenë një institucion i mbyllur, por ka komunikuar vazhdimisht me shqiptarët. Ndryshe nga akademitë të tjera shqiptare që kërkimi shkencor e ruajnë të mbyllur brenda institucioneve të tyre, pa njohur publikun me arritjet e tyre. Kjo e ka bërë Akademinë Rrinë Tona si pjesë e rëndësishme e shoqërisë shqiptare. Në përfundim mund të themi se historia dhe identiteti kombëtar shqiptar janë të ndërlidhura ngushtë dhe përbëjnë një tërësi që kërkon studi të vazhdueshëm dhe të kujdesshëm. Përballje me sfidat historike, ka formësuar karakterin e popullit shqiptar dhe ka ndikuar në ndërtimin e identitetit të fortë dhe të qëndrueshëm. Ju uroj suksese këtij simpoziumi.